Brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 ka ndodhur hataja, megjithatë gjysma e banorëve ende nuk e dinë. Për ata që nuk e kanë parë, Casey dhe Ina janë puthur dhe kjo gjë do të shokojë të gjithë. Ata të dy ishin në dhomën e gjumit, ku si çdo herë janë prekje intime. Dhe ka patur një moment ku ata nuk e kanë dalur tërheqjen fizike duke u puthur në buzë. Banorët nuk e dinë këtë gjë, megjithatë mendohet dhe është sigurt që do të transmetohet në Prime-in e sotëm, ku do të shohim të gjithë reagimin e tyre. Duket se tashmë Casey ka vendosur të hedhë poshtë Stelinën, të cilën në momentin e parë i tha që dëshiron të rregullojë lidhjen dhe marrëdhënien, ndërkohë sapo hyri Ina, duket se ai e harroi Stelinën. Mendohet gjithashtu që kjo të jetë një strategji e tij për të mbajtur Inën brenda, pasi për ata që nuk e dinë, Ina ditën e sotme është në një televotim, ku ka rrezik të dalë jashtë. Megjithatë, sipas komenteve apo analizave nga persona jashtë që shikojnë këtë spektakël si spektator, mendohet që të dalë Lorna, pasi Casey e ka favorizuar Inën në këtë moment, duke e puthur në buzë. Mendohet që reagimet e banorëve të shtëpisë të mos jenë të mira, prandaj kjo gjë edhe faktorizon më shumë. Nuk dihet se si marrëdhënia mes Casey dhe Stelinës do të shkojë, megjithatë, dihet që ajo do të tronditet nga pamjet që do të shikojë sot. Duhet që ajo ta lërë Caseyn apo dhe Inën dhe të luajë si një lojtare e vetme, pa u lidhur me ta, nëse dëshiron që të qëndrojë brenda në këtë shtëpi. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.